1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Këtu e kam siglën gati, po prisni, për çfarë do flasim sot. Ju e dini se duhet ndaj me ju një informacion për të gjithë botën e muzikës, të artistëve shqiptar. Kur duhet bën një videoklip, këngëtar me emër ose më pak të njohur, e kanë shumë të lehtë për gjetur një model e femër se sa një mashkull. Me sa duker, konkurset e bukurisë, agjencitë e marketingut, agjencitë e eventeve, apo dhe agjencitë ndryshme që merren me këto gjëra, me rekrutimin e modeleve, kanë më të thjeshtë, më të lehtë dhe është më e lirë të gjesh një femër të bukur dhe me aftësi aktrimi për një videoklip se sa një mashkull. Po, në qoftë se je një mashkull simpatik, e ke më të lehtë për të qenë protagonist në një video dhe të paguash më shumë. Për këtë do flasim sot në Olti Curi TV YouTube. Por sigurisht të duen disa dhëna. Po, do flasim pikërisht për një biznes. Po, është një biznes në vendet fqi, në Greqi, në Itali, sidomos, dhe në vendet të tjera, edhe në Jugoslavi, edhe në Bullgari, në Rumani, në zonat rreth e qark në Ballkan, po edhe në Itali, siç e përmenda, ju keni parë se në klipe shumë të rëndësishëm të këngëtarëve dhe këngëtarëve shumë të rëndësishëm, shpeshherë protagonist nuk është vetëm këngëtari apo këngëtarja në fjalë apo klip apo grupi muzikor, por në klip janë protagonist edhe personazhe. Ndonjëherë aktorë të njohur, aktore të njohura, por shpeshherë edhe të panjohur. Po, janë model ose modele që përveç se janë të pashëm, kanë edhe aftësi aktrimi që në mënyrë që në video apo në videoklip të tregojnë aftësitë e tyre, të tregojnë se sa të zot janë për ta përçuar historinë që përmban teksti i këngës apo atmosfera e videoklipit. Por, duke pyetur disa këngëtare e këngëtar lart e poshtë, të cilët i është dashur për të patur në videoklipet e tyre, pra një model apo modele apo më shumë, vura re se, sipas tyre, vura re që në Shqipëri sot është më e thjeshtë për një këngëtare e cila dëshiron të organizojë një videoklip shumë të bukur me protagoniste një vajzë apo një djalë, e ka shumë të thjeshtë dhe kushton më pak një vajzë modele se sa një djalë model. U habita për këtë se ka menduar se ka shumë nga ata të rinj të cilët e pëlqejnë këtë fushë edhe pse u bën pjesë e videoklipeve. Por jo, nuk është e thjeshtë për të gjetur një mashkull protagonist për një videoklip muzikor, ndërsa vajza ka më shumë. Në fakt, aktualisht në Shqipëri nuk ka një konkurs bukurie që nxjerr një mashkull mister, sepse pikërisht në këto konkurse dikur dilnin edhe fitues, po përveç fituesve, pjesëmarrësit angazhoheshin në videoklipe muzikore të viteve 2000, 2005, 2010 deri nga 2015 dhe stop. Ndonjëri edhe vinte edhe nga bota e modelingut. Ndërsa sot është më e vështirë, jo vetëm më e vështirë, por edhe duhet të paguash më shtrenjtë një protagonist mashkull se sa një femër. E habitshme por e vërtet. Por sa paguan disa prej tyre? Kemi patur protagonistë të tillë, Vigan Shehun, një djalë sportist, merret me bodybuilding, por është bërë i famshëm në Shqipëri, sepse është vllai i Valon Shehut, por jo vetëm kaq, është marrë disa herë me muzikë, por ka qenë pjesë e një reality show, Big Brother Albania. Aty Vigani mori një famë jo vetëm në Kosovë, por edhe me ata në kufirit këtu në Shqipëri. Ai ka qenë pjesëmarrës në klipe dhe me sa informohemi, Vigan Shehu ka qenë nga të parët aktorë të klipeve, personazhe të njohur, por jo dhe shumë të njohur, sepse ishte më shumë të njohur si pjesëmarrës të Big Brotherit se sa për të aktruar në një klip, me një tarif që kalonte nga 450 deri në 500 euro për të xhiruar rreth një ditë, sepse duhet një ditë për të përfunduar një videoklip, maksimumi janë 2 ditë xhirime. Për të kaluar më pas tek të tjerë personazhe. Kohët e fundit është publikuar një videoklip i Angela Peristerit, Mjegull në Tiranë. Mjegull në Tiranë ka për protagoniste Mikeshën edhe këngëtaren e famshme Angela Peristeri. Po përveç saj, në këtë videoklip shikohet protagonist një mashkull i cili nuk vjen nga bota e modelingut, edhe pse ka bërë disa fushata publicitare për kompani të ndryshme, quhet Erik Troqe, është 23 ose 24 vjeç, por ai ka lindur si futbollist, pra është bërë i njohur si futbollist, por më pas duket se e ka lënë karrierën përgjysmë
Edhe është ideal i cili është angazhuar për pamjen e tij, performancën e tij, po dhe për aktrimin në historinë që transmeton kënga dhe teksti i Angela Peristerit. Për ta patur Erikun në këtë videoklip, thuhet se tarifa ka shkuar deri në 500 euro shpërblim për punën që ai ka bërë në 24 orë xhirime në dispozicion të Angela Peristerit. Gjithashtu, do të kalojmë tani tek një personazh tjetër. Edhe ky vjen nga Big Brother Albania. Big Brother, më falni, Ade Xhavarina, Adeu i famshëm nga përputhen, nga Big Brother, po jo Big Brother VIP Albania, i ka qenë në Big Brother VIP Kosova. I famshëm shumë sepse ka qenë edicionin e suksesshëm të përputhen, ku dolën shumë personazhe të njohur, u diskutua gjëre gjatë nga mediat roz për lidhjet e tij dashurore, u diskutua për praninë në Big Brother VIP Kosova, për një flirt me Xhulianën e famshme Xhuliana Nuraj, por kur doli prej andej, Adeon për hiret e tij, për mënyrën e tij të sjellurit para kamerave, u angazhua në videoklip dhe tarifa Adeut është po ashtu rreth 500 euro për sa i përket pranisë së tij në një videoklip. Okej, me sa informohem nga këngëtarë të ndryshëm, Adeu vepron edhe me miqësi, pra në qoftë se ju keni patur rast për ta njohur Adeun apo ka një dashamirësi ndaj jush, Adeu është nga ato më tregojnë këngëtarët që thonë që nuk dua asgjë, erdha për respekt, erdha për kënaqësinë që të punoj me një këngëtar apo këngëtare të njohur, pra është dhe kjo ana tjetër. Ka edhe model apo personazhe të njohur të cilët nuk kërkojnë mbrapsht shpërblim, por vinë aty për kënaqësinë, për të qenë pjesë e një projekti muzikor. Ky është rasti i Adeut. Megjithatë, çmimi zyrtar për prani është tek, pra deri tani jemi tek 500 euro shpërblim, që është një çmim jo i vogël për Shqipërinë, duke patur parasysh nivelin e Shqipërisë, por nëse do të shkojmë në Itali, një model për të marrë pjesë në një klip muzikor në Itali paguhet nga 1.000 deri në 3.000 euro. Vetëm se në Itali, xhirimet e videoklipit zgjasin disa ditë. Kështu që po ta pjestojmë 3.000 euro për disa ditë xhirime, 500 euro që marrin modelet apo personazhet shqiptar, nuk është një çmim i ulët. Për të arritur tek një personazh i cili e shfrytëzoi mirë momentin kur doli nga Big Brother VIP Kosova. Dhe ai është Azem Gagica. Është Azemi i cili bëri të diskutohet shumë kohët e fundit edhe për praninë e tij në një film artistik të prodhuar nga Rika dhe Eriola, sepse ishte një person i dyshuar që mund të kishte lënë për gjysmë xhirimet, jo për gjysmë xhirimet më shumë se sa për faktin që kishte kërkuar disa skena të priten, të hiqen e gjëra të tilla si këto. Megjithatë, ai ishte i pranishëm në premierën e filmit dhe ktheu edhe një herë vëmendjen e gjithë fansave të tij, kryesisht femra, pikërisht tek personazhi i tij. Por Azem Gagica është personazhi i cili e shfrytëzoi shumë mirë famën e tij, sepse me të dalë nga Big Brother VIP Albania, më falni, Big Brother VIP Kosova, gjithmonë ngatroj me njëri tjetrin këto formate, Azemi ka qenë ai i cili për praninë e tij në një videoklip ka kërkuar hiç më pak e hiç më shumë se sa 1.000 euro. Pikërisht për këtë, duhet të themi se deri tani ai gjendet në vendin e parë për sa i përket kërkesës për shpërblim. Por duhet thënë edhe kjo, se Azemi ka patur kërkesa në pjesën e parë të daljes nga Big Brother VIP Kosova, kur dhe fama e tij ishte në maksimum dhe normalisht ka mbajtur këto çmime. Pra çmimi i paguar, thuhet që është paguar maksimalisht për 1.000 euro për praninë e tij gjatë një videoklipi është ky. Por më vonë nuk e dim aktualisht se çfarë ndodh me tregun e këtij personazhi që përmenda dhe të personazheve të tjerë. Ky është një informacion që erdhi nga Showbizi sot.